Ballkani vjen në vazhdën e zhvillimeve në Ukrainë. Dhe shumë shpejt ka të ngjarë të kemi një luftë të tillë në Kosovë dhe në Republikën Serbe të Bosnjës. Kremlini ka nisur një valë të re përpjekjesh për të destabilizuar Ballkanin dhe për të çmëntuar marrëveshjet e Daytonit të vitit 1995, të cilat i dhanë fund luftës së Bosnjës 1992-1995. Këtë shkroi Instituti për Studimet e Luftës 2 muaj më parë, duke injoruar lojrat e perëndimit për të rrëzuar Milorad Dodikun dhe për të kërkuar bashkim me Serbinë. Analistët e institutit besojnë se kjo është ndoshta pjesë e një fushate më të gjerë për të përçarë dhe çorientuar Europën. Instituti na kujtoi se Kremlini ka përdorur prej kohësh marrëdhënien e tij me Republikën Serbe për të ushtruar ndikim në Ballkan, për të shkaktuar përçarje në Europë dhe për të minuar marrëveshjet e Daytonit të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara, me qëllim që ta zhyt rajonin përsëri në kaos. Nëse shpërthen një konflikt civil, atëherë ka të ngjarë të kemi një efekt domino të konflikteve ushtarake në Mal të Zi, në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë, duke arritur afër kufirit të Greqisë Veriore, me Turqinë që gjithmonë fshihet pas qoshes për frakën perëndimore. Lufta në Ukrainë dhe regjimi i ndërlikuar në Bosnjë janë argument për çdo skenar të mundshëm në periudhën që pason, për shkak të disponimit të Moskës që mbështet serbët e Republikës Srpska dhe ata në Kosovë. Nëse shpërthen një luftë civile në Bosnjë, atëherë mira xhihadistë në vend do të kërkojnë të krijojnë një kalifat në zemër të Europës. Mira të rinj dhe të reja nga e gjithë Europa që përqafuan ideologjinë ekstremiste të Shtetit Islamik të xhihadistëve dhe luftuan në Siri, jetojnë dhe lëvizin sot në territorin e Bosnjës. Të gjithë këta mbështeten hapur nga Turqia, e cila ka planet e saj të nëndeshme për të rivendosur influencat e saj në Ballkan. Subvencioni falas i turqëve në ushtrinë e këtyre vendeve përfshin një gamë të gjerë teknologjish, mjete ajrore pa pilot, deri tek automjetet kundër dronëve, si dhe të tjera pajisje ushtarake. Maqedonia e Veriut, Bosnja, Shqipëria dhe Kosova janë vende me rëndësi jashtëzakonisht të madhe për Ankaran. Në thelb po flasim për një plan për të krijuar një hark imagjinar që Erdogani krijoi nga Tirana, Shkupi dhe Sofia, me qëllim rrethimin strategjik teritoret e Frakës, ndërsa nga deti, bazat në Libi dhe brigjet e Azisë së Vogël plotësojnë këtë plan për ekspansion edhe në Egje, ku dhe si do të shtrihet lufta. Ky ishte edhe shqetësimi i shfaqur nga ministri i jashtëm i Turqisë, Fidan, i cili jo rastësisht tha në takimin e datës 3 dhjetor të këtij viti të vendeve të NATO-s se gjeografia e luftës po shtrihet dhe kjo është shumë shqetësuese. Është ministri i parë i jashtëm që po flet për shtrirje të luftës së Ukrainës edhe në territore të tjera. Është koha për të qenë zgjuar. Mast Channel. Please subscribe.